Unë besoj që fjala e ministrit për komunitetet dhe kthim në mbledhjen e fundit të qeverisë së Republikës Kosovës mbi turistninën e tmerrshme që po bëhet mbi serbët e Kosovës nga Beogradi, që patjetër ta votojnë listën serbe dhe askë tjetër, dhe masat që po i ndërmerr Serbia duke i përcjell edhe rrjetet sociale të secilit zyrtar shtetëror, të secilës figurë publike, të secilit politikan serb që ndonjëherë ndokun ka garuar, me të vërtet janë alarmuese. Dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës e kemi të dëshmuar prej vetë ankesave të serbëve të Kosovës. Kjo është një fenomen i cili ka marrë për masa të mëdha dhe të thella si asnjëherë më parë në këto vitet prej se unë jam kryeministër. Pra kur nuk ka pas kaq shumë trysni nga Beogradi, kërcënime, friksime, shantazhe, shkëputje të mjeteve të ndryshme financiare, ose të çfarëdo mbështetje që ata kanë marrë nga Serbia, ndonjëherë me kushtëzimin që të rreshtohen, thosë se bëhet fjalë për ushtri në kohë lufte në radhët e listës serbe. Në anën tjetër, ju e dini që Serbia mundohet që vazhdimisht të ketë elementet të saj nëpërmjet së cilës dëshiron të krijojë dualizma shtetëror brenda territorit tonë të Republikës, sa i përket funksionimit të institucioneve, sa i përket shërbimeve publike, dhe natyrisht që ato janë veprime ilegale në shtetin tonë të pavarur. Republika Demokratike dhe Parlamentare e Kosovës, si shtet sovran, i ka të ndara pushtetit, ne jemi ekzekutivi, fatkeqësisht legislativi nuk është funksional, për shkak se do të kemi zgjedhje, por gjyqësori dhe prokuroria vendosin dhe veprojnë në mënyrë të pavarur, po ato e kanë mbështetjen e plotë të qeverisë së Republikës së Kosovës për çkado që nevojitet për ta mbrojtur sundimin e ligjit dhe zbatimin e tij të plot pa dallim. Kjo nuk ka të bëjë me etninë e asnjë qytetari që ndalohet, kjo ka të bëjë me dyshimet mbi veprimet e tyre. Koncept dokumentit dhe grupit punues dhe hollësive sa i përket gjandarmerisë, padyshim që do t'ju njoftojmë shumë shpejt bashkë me Ministrin e Punëve të Brendshme. Ka kohë që ne kemi menduar këtë gjë. Të gjitha detajet lidhur me këtë idenë tonë që tashmë po bëhet edhe një koncept dokumente me grup punues, ngadalë por sigur do t'i prezantojmë së bashku me Ministrin e Punëve të Brendshme.